Sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e grave. Duke folur përpara grave në një tubim në Pallatin e Kongreseve, kryeministri Berisha tha se duhet të shemben muret e patriarkalizmit dhe gratë duhet luftojnë më shumë dhe të mos presin që lirin të adhurojnë burrat. Me simbolikën e veshjeve tradicionale të gruas nga të gjitha trojet shqiptare, gratë demokrate kanë festuar në Tiranë 8 marsin, që këtë vit përkon me jubileun e 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar. Por festa ka lënë vend dhe për refleksione për rolin e gruas në shoqërinë shqiptare, që në këndvështrimin e kryetares së Kuvendit Jozefina Topalli ja ka dalë të ngrihet mbi vështirësitë dhe të thyej barrierat historike për të mos pranuar statusin e nënshtrimit. Po për te turpit historisë, gruaja ngrihet. Duke lënë mrapa pasigurinë e frikën, ajo ngrihet. Duke ka përcjell dhimbjen e nënqeshje, gruaja ngrihet. Duke refuzuar vetmin, ajo ngrihet. Duke sjellë dhuratën e dashurisë, ajo ngrihet. Gruaja ngrihet, ajo ngrihet. Ishit ju, ato që ngritën 2 dekada më parë, në emër të lirisë, si barrikadat më fisnike kundër regjimit. Jemi ne, ato që vazhdojmë të ndërtojmë këtë mrekulli të lirisë. Bashkë me gjysmën tjetër, natyrisht,